Mendoj që është egoja e tij personale për me ushtru pushtet autoritar, pro me udhëheq gjitha institucionet e këtij vendit. Qosja jon ka qenë vetëm me mbrojtje demokracinë, oferta jon ka qenë mbrojtje e demokracisë, nuk ka qenë agjendë partijake ose personale, ka qenë në agjendë mbrojtjes së demokracisë, që është pjesa më e rëndësishme e kësaj shoqënie, më e rëndësishme e këtij vendit. Po du me potencu gjithashtu që Zotri Kurti dhe Vjosa Osmani, po e shohim se ka tashmë që kanë një thyrje në ndeshje, nuk është që kjo ndarje e tyre ko bëhet për parim ose për interes të vendit, për shkak që këta dy nuk kanë pas përçarje e distancim as kur rrit çmimi i energjisë elektrike, as kur është fut Kosova në sanksione, as kur jeta e qytetarëve është vështirësu, as kur në arenën ndërkombëtare prej arenës ndërkombëtare janë vendosur mosat për qeverinë e Republikës së Kosovës. Po, në momentin që Vjosa Osmani nuk po mundet me vazhdu, nuk po ja mundson me vazhdu postin e presidentit, ka rrikën e saj edhe për 5 vite, e tendenca e tij po është me marrë edhe presidentin, këtë po ndodhet përçarja. Pra për tema e çështje puro personale është kjo përçarje në mes të Vjosa Osmanit edhe Albin Kurtit. A keni pasur takime me liderin e LDK-s Lumir Apiçiku dhe atë të AK-s Ramush Haradinaj për të diskutuar gjithë këtë, ose ndoshta pas gjithë këtyre zhvillimeve të premten kemi pasur një takim të presidentes Osmani me përfaqësuesit e partive opozitare, ku ka qenë pjesëmarrës edhe zotri Hamza, po përveç këtij takimi formal, ka pasur prapa dyerve që ne mediat nuk e dimë. Kryetari Bedri Hamza ka pas edhe komunikim edhe takime ndarës, edhe me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lumir Abdixhikun, dhe gjithë këta bashk kanë pas qëllim që bashkarisht me mundësu që vendi me pas president, po fokusi tyre, fokusi jon si Parti Demokratike e Kosovës ka qenë që me mbrojt demokracinë, me pas diversitet në pozitat kryesore udhëheqëse të vendit, edhe vendit me i ofru pa kushte, pa rezervë president që do të ishte e rëndësishme duke pasur parasysh gjithashtu situatën globale, politikat të gjithandej botës, zhvillimet, rreziku e kërcënimet dhe jetën e vështirë të qytetarëve të Kosovës, po kjo nuk është që ka gjetur mirë kuptim e gatishmëri e vullnet politik prej forcës kryesore politike, në mënyrë që Kosovës me ia ofru presidentet dhe arshimin rreth anën në të cilën jemi.